Vdekja e papritur e këngëtarit të dashur për publikun, Shpat Kasapi ka tronditur skenën muzikore shqiptare, duke sjellë reagime të shumta dhe omazhe nga miq e koleg, por mes dhimbjes nuk kanë munguar as polemikat lidhur me mënyrën se si artistët e kanë menaxhuar këtë moment të vështirë në estradën shqiptare. Këngëtarja Adelina Tahiri në një intervistë të dhënë së fundmi për mediat në Kosovë ka reaguar ashpër ndaj kolegës së saj Adelina Ismaili. Mollsherri është bërë koncerti i kësaj të fundit, i cili u mbajt pikërisht në natën kur u dha lajmi tragjik për vdekjen e Shpat Kasapit. Tahiri u shpreh i ndinjuar nga fakti që gjatë performancës së saj, Ismaili nuk gjeti hapësirë për të nderuar kujtimin e kolegut të ndjer, qoftë edhe simbolikisht. Unë e përgëzoj Adelinën për arritjet, sukseset, por atë natë në koncert është dashur të mbajë të paktën 1 minutë heshtje, një fjalim të shkurtër, s'po them të anuloj koncertin larg asaj, po të kishte vetëm diçka aty, është shprehur Adelina Tahiri. Kritikat e saj u ashpërstuan më tej kur e cilësoi këtë mungesë reagimi nga Adelina Ismaili si diçka të papranueshme moralisht për një artiste të këtij niveli. E mjerueshme që nuk e ka kujtuar fare Shpatin, përfundoi ajo. Kjo deklaratë ka hapur sa kaq një debat në rrjet për etikën dhe solidaritetin mes artistëve në momente zije, ndërkohë që nga ana e Adelina Ismailit ende nuk ka pasur ndonjë reagim publik lidhur me këto kritika të ashpra që ka marrë ajo. Pas një sulmi në zemër, këtë të mërkur, herët në mëngjes ka ndëruar jetë këngëtari i njohur i muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Ai nuk i ka mbijetuar atakut kardiak, siç raportojnë mediat në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë raportohet se Shpat Kasapi nuk ka vojtur nga ndonjë sëmundje tjetër. Ai ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, Shpat Kasapi u rrit në një familje me traditë muzikore që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinis me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpat Kasapi u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si Amëdo, Valle Kosovare, Dashni pa limit apo Aroma e saj e shumë të tjera. Shpat Kasapi ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore dhe estradës shqiptare. Lajmi për vdekjen e parakohshme të këngëtarit Shpat Kasapi ka prekur botën e artit shqiptar. Koleg, miq dhe figurat e njohura të ekranit kanë shprehur pikëllimin e tyre për humbjen e artistit, i cili prej vitesh ishte një emër i dashur për publikun. Ndër reagimet më prekse është ai këngëtares Vesaluma, e cila shpreu dhimbjen dhe respektin e madh për Shpat Kasapin. Na trishtove shumë Shpat, ishe një nga njerëzit më të mirë e më pozitiv që unë kam njohur, një djalë fisnik e plot jetë ashtu siç ishin edhe këngët e tua që rriten një brez të tërë, dritë pas shpirti yt, ngushëllim e familjes, miqve dhe kolegëve. Edhe moderatori Arbana Osmani përmes një postimi në rrjetet sociale kujtoi bashkëpunimet me artistin në vitet e Top Festit. Shumë i dhimbshëm lajmi për largimin nga jeta të Shpat Kasapit, me të cilin pata fatin të punoj më shumë se 20 vite më parë dhe ta ftoj në skenë me 10 herë. Faleminderit për muzikën, energjinë dhe buzëqeshjet e pakursyera që na ke dhuruar, shkruan ajo. Ndërkohë këngëtarja Dafina Zeqiri në një postim në rrjetet sociale shprehet: "Nuk mundem me besu këtë lajm kaq të trisht. Ti gjithmonë ke qenë i mirë me ne, gjithmonë pozitiv. Kështu do të mbaj mend për energjinë tënde të mirë dhe për muzikën e gëzueshme që na dhurove. U presh në paqe, e Zoti t'i jap forcë familjes." Ermal Fejzullahu ndërkohë kujton Shpat Kasapin si mikun e tij të fëmijërisë. "Nuk po muj me besu, sot shkove ti miku im i fëmijërisë. E filluam karrierën bashkë, shumë kujtime të bukura patëm me ty, të cilat do t'i ruaj tan jetën. Na theve zemrat Shpat, pushoj qet vëlla, ngushëllim e familjes", thot ai. Reperi dhe producenti Big Basta ka bërë një dedikim prekës, duke vlerësuar mbi të gjitha karakterin e Shpatit. "Të gjithë kolegët e dim çfarë djalë i mrekullueshëm ke qenë. Nuk i bënte nona dy si ti, i sjellshëm dhe zemër të madhe, kur nuk dëgjuam diçka të keqe nga ti për askënd", shkruan ai duke i quajtur një humbje të madhe për të gjithë. Edhe reperi Stresi ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Shpat Kasapit. "Dhe kjo është jeta, sa je sa nuk je, më vjen jashtëzakonisht keq për ty, i ke shumë i ri, inshallah shpirti në xhenet, ngushëllim e familjes për këtë tragjedi të madhe", ka shkruar Stresi.